e ti është kujdes për vetë jetën. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë u rrugove. Dhe sponsori i fundit, falenderoj pijet natyral 100%, përgatitura nga frutat më të zgjedhura dhe pa sheqer të shtuar, të cilat sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Janë të pasura me vlera ushqyese, prandaj këto pije janë një zgjedhje e natyrshme që kontribon në mirëqenien dhe balancën e trupit tonë çdo ditë. Faleminderit shumë, natyral 100%, faleminderit gjithë sponsorëve. Pjesën e fundit do ta nisim me Xhavitin, edhe për arsyen se një periudhë ka qenë në diasporë. Dhe di si është ajo ndjesia e Gyrbetit ose tjetuarit larg vendlindjes. Tani, duke folur gjithmonë për polarizimin, përveç një polarizimit brendshëm, ka edhe një polarizim diaspora me ata që janë rezident, që jetojnë këtu. Si e shek të lloj polarizimi dhe çfarë mund të bëjmë ne që ta shmangim këtë, të paktën me diasporën, mos jemi të tillë. Ndoshta ka ndikuar që e thatë më herët që kam një pjesë tjetër se kam jetuar jashtë. Ma tepër se student fakt, se azilant pak para luftës, po ma tepër se student. Unë mendoj që është fallës, është komplet fallës, sepse kur e kujtoj që dy vëllezër dhe motra ime jetuajnë në Gjermani dhe vinë shumë shpesh, sidomos tash me këto mundësitë e këtyne biletave të lira të avionëve dhe kemi mohabetet e njëjta, gjithçka të njëjtë, okej, një pjesë tjetër ata jetojnë atje, po prap vinë, nuk mund t'i ndajën e qëndrimet e tyne me qëndrimet tona, sado që është e theksuar që shumica e Mergatës voton për një subjekt caktuar këtu në Kosovë. Prandaj unë mendoj që për vetëvendosje. Po. Unë nuk deshta me ik tyne sepse ishte Bojemi për pas fillim. pushatën. S'ka vaj se jam ty. Kam betur i tjenë, është Jo më kam vetë edhe kjo po më bezdi pak, më dhëna më shef se aja komisionera thash, ma vetëm vesh një pika e ma boni presje. Si me shërë ma boni. Presje ta boni. Boni presje. Okej, isha të thënë që unë mendoj që e para dhe baza ligjore, po dhe dyta afërsia neve me njerëz tonë që jetojnë Mërgat, nuk ishtë dashtë me kanë qaq e nivelit tillë, sa që një pjesë s'po quaj analisa, po njerëzve që janë me ndikim në media, me bo që të ndarje ka të madhe. Unë mendoj që me këshyr në aspektin e interesit personal, Mërgata nuk e kanë ata. Ata dojnë një Kosovë të prosperume, e dojnë një Kosovë të zhvillume, paka shumë me standarde si jetuin atje. Pra e kanë si andër në menoj, sepse sarë flasë për ta, flasë për vetën time, kur kam qenë se e kam po këtu. Prandaj unë mendoj që nuk është që kjo ndarje, që kjo polarizim, nuk ishtë dashtë me ka një tillë. Kjo është krejt korrekte, po ideja